Selamu alaikum, thot, e kam një Kur'an Kerim, pra Kur'an fisnik në shtëpi. Mirë po, është i shkym krejt fletat. Dhe më thonë është vjetru edhe është shky, është pakashëm i pa përdoruar. Nuk mund është me lexuar ta. Aleikum selam, rahmetullah. Në këto raste, këto situata, e kemi përmendur më herët, po e përsërisim, duhet këtë Kur'an me djeg. Me majt nuk e di a ki nevoj me majt, a ki një kujtim në të Kur'an apo jo, por nëse dënë diçka me bo zgjidhje me ta, ma mira zgjidhje është me djeg. Kur kam dhonë këtë përgjigje ma herët, janë qu edhe kanë thonë njerëzit, qysh me djeg Kur'anin. Po, duhet me djeg nëse është i pashfrytzueshëm. Salen, poshtë nalt, e keq përdorin, e gjujnë fëmija, ose me gjujt në mbeturina, ma mirë është me djeg. Kështu kanë vepru shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në kohën e Uthmanit, kur i kanë bë ato kopjet me urdhën apo miratim të Uthmanit, edhe janë për kujdes për ta komisioni caktuar në krye me Zeid ibn Thabitin. Atëherë Uthmani ka shpërndarë ata Kur'ana, ato kopje nëpër qendrat islame, edhe ka dhënë urdhër që të gjitha kopjet tjera me u djeg edhe pastaj risht me u shkru prej kopjes së Uthmanit. Kështu që, domethënë, nëse nuk ke çka mi bë, më e mira është me djeg.